Përgatituni, sepse ajo që do të dëgjoni më pas nuk është thjesht një debat bashkëshortësh në kulmin e nervave. Sipas dëshmisë në mbetim të Ogren Ballukut, fjalori i përdorur brenda mureve të shtëpisë së tyre ka kapërcyer çdo limit të etikës njerëzore. Nuk bëhet fjalë vetëm për ofendime të rëndomta, por për një fushat sistematike denigrimi që synonte goditjen e dinjitetit dhe integritetit të tij. Le t'i referohemi dosjes zyrtare. Ogreni pretendon se është sulmuar me një gjuhë që ai e quan ordinere dhe kriminele, duke u etiketuar me epitete që askush nuk do të donte t'i dëgjonte, e aq më pak në prani të fëmijëve. Por, ajo që i ka tronditur më shumë gjykatësit nuk janë vetëm epitetet, por mallkimet dhe kërcënimet që duken sikur dalin nga skenaret më të errët të hakmarrjes. Deri më sot, ne e kemi njohur Neda Ballukun si gruan e artikuluar, moderatoren që zgjedh me kujdes çdo fjalë në ekran dhe opinionisten që mbron me pasion vlerat e familjes. Por, dëshmitë që vijnë nga gjykata e Tiranës vizatojnë një portret krejtësisht tjetër, një realitet ku fjalët nuk janë më mjete komunikimi, por armë shkatëruese. Janari i vitit 2026 nisi me një lajm që askush nuk e priste. Një nga ato lajme që të bëjnë të rimendosh gjithçka që shohim në rrjetet sociale. Neda dhe Ogren Balluku, çifti që për më shumë se një dekadë ishte simboli i dashurisë që lind në televizion dhe mbijeton në jetën reale, sot gjenden në një luftë ballore. Por kjo nuk është thjesht një ndarje. Kjo është një betejë ligjore e mbushur me akuza që duken si skenari një filmi thriller. Në këtë video, ne do të hyjmë thellë në dyert e gjykatës së Tiranës për të zbërthyer dëshmitë tronditëse që kanë dalë në dritë. Nga urdhrat e mbrojtjes e deri te akuzat për përgjime brenda mureve të shtëpisë. Si përfundoi një histori 16 vjeçare në këtë pikë pa kthim? Dhe çfarë fshihet pas heshtjes së moderatores Neda Balluku? Për të kuptuar dhimbjen e kësaj ndarjeje, duhet të kthehemi pas në vitin 2010. Ishte koha kur Big Brother Albania ishte në kulmin e tij. Aty, dy të rinj, Neda dhe Ogreni, nisën një romancë që u ndoq nga e gjithë Shqipëria. Ne pam hapat e tyre të parë, grindjet e vogla dhe puthjet e para. Publiku i deshi sepse dukeshin real. Në vitin 2015, ata u martuan në një ceremoni që u komentua gjatë, duke u kthyer në modelin e çiftit që e ktheu famën në stabilitet familjar. Për 11 vite martesë, ata sollën në jetë 3 fëmijë. Neda, si një moderatore e suksesshme dhe opinioniste, shpesh ndante me ndjekësit e saj copëza lumturie, duke e portretizuar Ogrenin si mbështetjen e saj kryesore. Por, siç thon, ajo që shohim në ekran është vetëm gjysma e së vërtetës. Në mpetkun e jetës private, duket se tensionet kishin nisur të valonin prej kohësh, derisa gjithçka shpërtheu në janarin e këtij viti. Gjithçka doli nga kontrolli më 16 janar 2026. Ky është momenti kur ligji ndërhyn në familje. Gjykata e shkallës së parë në Tiranë lëshoi një urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje për Neda Ballukun. Sipas pretendimeve të saj, ajo ishte subjekt i një dhune që e detyroi të kërkonte ndihmën e autoriteteve. Neda pretendon se Ogreni e ka nxjerrë nga banesa në mënyrë të palishme. E ka ofenduar në prezencë të fëmijëve dhe ka tentuar t'i manipulojë ata kundër saj. Madje, ajo shton se ai ka përdorur pushtetin e tij për ta penguar që të takojë vajzën e tyre, duke shkelur hapur vendimet e mëparshme gjyqësore. Ishte ky momenti kur publiku kuptoi se nuk ka më kthim pas. Por historia ka gjithmonë dy anë. Vetëm pak ditë më vonë, ishte Ogren Balluku, vëllai i zëvëkryeministres Belinda Balluku, ai që ju drejtua gjykatës me një dëshmi që i la të gjithë pa fjalë. Ogreni pretendon se nuk është ai agresori, por viktima. Në dëshminë e tij, ai përshkruan një ambient shtëpiak të mbushur me dhunë psikologjike. Sipas tij, Neda e ka ofenduar me fjalët më të rënda si ordiner, kriminal, kafsh dhe hajdut. Por ajo që e bën këtë dëshmi akoma më të rëndë janë pretendimet për kërcënime me jetë. Ogreni thot se Neda i ka thënë, do të bëj të vrasësh veten, do të prekësh fundin, mos gjeç varr, më e pabesueshmja. Ogren Balluku pretendon se ndihet i përndjekur në çdo hap.
Ai deklaroi në gjykatë se Neda ka përdorur aksesin e saj për të hapur kamerat e supermarketeve ku ai shkonte me fëmijët për të monitoruar çdo lëvizje të tij. Madje, ai ka dorëzuar prova që, sipas tij, dëshmojnë se banesa e tij është e përgjuar me pajisje filmike. Një akuzë për spionazh brenda familjes që ka tronditur opinionin publik. Për të kuptuar peshën e kësaj përplasjeje, duhet të kthehemi pas në kohë, në vitin 2010. Ishte koha kur Shqipëria gozhdohej para ekranit për të ndjekur Big Brother Albania. Aty, mes emocioneve dhe kamerave, nisi një nga historitë e dashurisë që premtonte të ishte e përjetshme. Neda dhe Ogreni u njohën, u dashuruan dhe u kthyen në një nga çiftet më të pëlqyera të publikut shqiptar. 5 vite pas asaj njohjeje magjike, në vitin 2015, ata kurorzuan dashurinë e tyre në një martesë që dukej se vulosi lumturinë e tyre. Fryti i kësaj lidhjeje ishin 3 fëmijë, të cilët ishin qendra e botës për çiftin. Për vite me radhë, marrëdhënia e tyre u mbajt larg skandaleve, duke u treguar publikut vetëm anën e tyre të ëmbël përmes postimeve të Nedës në rrjetet sociale. Kush do ta besonte se 11 vite pas martesës, ajo dashuri që lindi në Big Brother do të përfundonte në një Big Brother tjetër. Por këtë herë me akuza për përgjime reale, survejim dhe dhunë, ajo që e bën edhe më misterioze këtë situatë është heshtja e Nedës. Edhe pse detajet e gjyqit kanë marrë vend, moderatorja ka zgjedhur të mos bëjë asnjë reagim zyrtar deri më tani, duke mos përgënjeshtruar por as aprovuar thashethemet që po vijnë nga korridoret e drejtësisë. Një heshtje që flet shumë, ose që ndoshta po përgatit një stuj tjetër. Kur të gjithë menduan se kjo përplasje do të mbetej vetëm brenda mureve të gjykatës, Neda Balluku vendosi të thyej heshtjen në mënyrën më të bujshme të mundshme, përmes artit dhe ironisë. Ajo publikoi librin e saj me titullin që la pa fjalë opinionin publik, I dashur, ti je trap. Ky titull nuk është thjesht një provokim, është një goditje direkte. Për shumë ndjekës, ky libër është parë si një manifest I ndjenjave të saj pas divorcit, një mënyrë për të demaskuar atë që ajo e konsideron si paftësi apo dështim të ish partnerit në raport me të. Neda përdor një gjuhë të drejtë për drejtë, gati therse, për të përshkruar zhgënjimet e një gruaje që kupton se njeriu që kishte në krah nuk ishte ai që ajo besonte. Por, ndërsa libri është I mbushur me nota ironie dhe hakmarrjeje intelektuale, ekziston një kontrast I çuditshëm me deklaratat e saj të mëparshme për familjen Balluku. Neda ka kujtuar shpesh me emocion kohën kur u bë pjesë e kësaj familjeje të fuqishme. Ajo ka deklaruar publikisht se kunatat e saj, përfshirë edhe zëvëkryeministren Belinda Balluku, e kanë pritur me krah hapur. Më kanë trajtuar si një motër të vogël, thoshte ajo dikur, duke përshkruar një harmoni që sot duket e pamundur. Ky është paradoksi I madh I kësaj historie. Si mundet që një grua që u rrit dhe u mbrojt si motra e vogël, nga gratë më të fuqishme të familjes, sot të arrijë në pikën ku t'i thot babait të fëmijëve të tyre publikisht ti je trap? A ishte kjo marrëdhënie e mirë me kunatat një mburoj që u thye kur nisi kriza bashkëshortore? Apo ky libër është mesazhi I saj se ajo nuk ka më frikë nga askush, as nga emrat e mëdhenj dhe as nga pushteti që I rrethon. Por, a ishte ky shpërthim I papritur? Shkenca e marrëdhënieve thot se asgjë nuk ndodh brenda natës, dhe vetë Neda Balluku ka lënë të kuptohet se kështjellave e tyre kishte nisur të dridhej kohë më parë. Ajo ka pranuar publikisht se çifti ka kaluar një krizë të rëndë rreth 5 vite më parë. Në atë kohë, ata zgjodhen ta luftonin stuhin, duke besuar se e kishin superuar dhe se dashuria e tyre ishte më e fortë se çdo çarje. Por sot, pyetja që lind është, a u shërua vërtet ajo plagë, apo thjesht u mbulua me një fashë që nuk rezistoi dot më gjatë kësaj dekade? Ne pam një transformim rrënjësor të Nedës. Për shumë vite, ajo zgjodhi të qëndronte në hije, duke ju dedikuar rolit të nënës dhe shtëpiakes, larg dritave të forta të ekranit që e bën të njohur në rini. Por, vitet e fundit shënuan në rilindjen e saj profesionale. Neda nuk u rikthye thjesht si një figurë televizive, por mori në dorë timonin e emisionit më të ndjekur të dashurisë në Shqipëri, përputhen, në rolin e autores. Ky është paradoksi që ka bërë publikun të diskutojë gjatë.
Si është e mundur që gruaja që skenaron dhe analizon takimet, dashuritë dhe ndarjet e të rinjve në ekran, po përjetonte një dramë kaq të hidhur në jetën e saj private. Ndërsa ajo udhëzonte konkurrentët se si të gjenin dashurinë e vërtetë dhe si të silleshin me partnerin. Në shtëpinë e saj po luaj një skenar krejt tjetër, një skenar që nuk kishte asgjë të përbashkët me romancat e televizionit, daljet e saj të shpeshta, rritja e influencës dhe ky pozicion i ri fuqie në media. Duket se përkuan me kulminimin e krizës bashkëshortore. A ishte ky sukses profesional që i dha asaj forcën për të mos heshtur më? Apo ishte pikërisht ky ndryshim i jetës nga shtëpiake në grua karriere që tronditi ekuilibrat e vjetër me Ogrenin? Një gjë është e sigurt, Neda Balluku që shohim sot nuk është më vajza e turpshme e vitit 2010, por një grua që ka vendosur ta tregojë historinë e saj, me të gjitha drithjet e saj.